Të hënën, kryeministri do të na trondis. Raportin mbi arsimin parauniversitar që i kanë dërguar në zyrë ka vendosur ta bëj publik. Kush mendon me zemër për të mirën e këtij vendi do të tronditet nga rezultatet. Rezultate aq tronditëse, por dhe aq domethënëse për të kuptuar se sa shumë jo funksionale dhe se sa shumë të smura janë rrënjët e sistemit tonë të dijes dhe se çfarë kalbëzimi ka pësuar në rrënjë sistemi i dijes. Në të njëjtën ditë do të prezantojë dhe reformën për këtë segment të arsimit që parashikon një sistem kreditesh në licencimin e mësuesve. Për të nisur urgjentisht procesin e licencimit të çdo mësuesi të Republikës së Shqipërisë përmes provimit të licencimit dhe për të bërë që çdo mësues i Republikës së Shqipërisë jo vetëm të ketë licencën e mësuesit, por të ketë edhe kuotën e krediteve të veta që duhet t'i rinovojë në mënyrë sistematike me provime sistematike. Jashtë ambienteve të Universitetit të Vlorës Ismail Qemali e prisin një grup studentësh që do të merrin diplomat universitare. Për ta, kryeministri Rama kishte edhe një këshill. Do dalim përpara njerëz do të thonë, shiko se je e re, je i ri, nuk e diti si është kjo punë, mos e dëgjoni. Do dalim përpara njerëz do të thonë, nuk është koha për këtë. Mos i dëgjoni. Sepse të gjitha këto shprehje kanë lënë këtë vend kaq mbrapa dhe vetëm duke mos i dëgjuar këta që japin këto këshilla, ky vend mund të bëjë më shpejt përpara. Ndoshta e frymëzuar dhe nga kjo filozofi e kryeministrit për të guxuar, këshilltari i tij Fate Velaj hodhi një propozim. Ta kthejmë Vlorën një qendër të rëndësishme të agendave të BE-s në juglindjet e Evropës dhe sidomos në procesin e Barcelonës, sepse Vlora nuk është thjesht vetëm një qytet ballkanik, por Vlora duhet kthyer një qytet kryeqyteti ballkanik i Mesdheut. Fatkeqësisht asnjë prej të pranishmëve nuk pati guximin të komentojë propozimin e tij.